Përshëndetje të nderuar miq të kanalit tonë Vlletaria Shqip. Sot keni rastin të shifni se nga një mbretënesh e vetme di korniza të ndryshme. Domethënë një kornizë më e vjetër dhe një kornizë më e re. E korniza e cila është e re mund të shifet se pjellja është perfekte dhe nuk ka problem. Kurse te korniza pak më e vjetër dhe më e kaftë ose e nxirr, pjellja nuk është edhe aq perfekte. Dhe kjo dëshmon që korniza është bazë e një kolonie ose më mirë me thonën mushkënia e një kolonie. Ashtu, mushkëritë e kosherës janë kornizat e reja. Dhe padyshim se në kornizat e zeza edhe zhvillohen edhe sëmundje. Na më herët e pat mi postu një video të një pjellje, të një mbretëreshe jo cilësore, ku kishim disa komente Alil thanë se kornizat e ke të zeza, e ka qenë shumë e vërtet, por nuk ishte në rast korniza, sepse i kemi dhënë edhe kornizat e reja. Kurse janë një rast tash konkretisht, ku dëshmohet edhe fjala e komentuesve tonë se është e vërtet dhe ne pajtohemi plotësisht se kornizat kanë shumë rol në pjellshmëri, kuptohet në mbretëreshën e mirë. Sepse mbretëresha e dopt edhe kornizat edhe prejari me pas kote ka. Kjo ishte një video shkurt, një informacion shpresojmë që t'i dobishëm, sidomos për vlletarit e ri. Sa më shumë kornizat reja, aq më mirë, edhe aq më higjienike, edhe aq më pastër, edhe aq më me pak sëmundje kemi në kosherë. Kuptohet. Kemi në kornizat duhet të vendosen në kohën e duhur. E duhur, patjetër. Ju përshëndesim. Shihemi në një video tjetër. Mos harroni like.